Habit studimi. Nëse ngroheni dhe gatuani me sopë me dru, duhet ta dëgjoni urgjent këtë. Një studim i ri shkencor ka ngritur heshtur shqetësimin serioz mbi ndikimin e sopës me dru në shëndetin e frymëmarrjes, duke zbuluar se përshpejton humbjen e funksioneve të mushkërive. Studimi i prezantuar në Kongresin e Shoqatës Evropiane të Pneumologjisë në Amsterdam tregoi se përbërësit e sopave me dru kishin rënje më të shpejtë të kapacitetit të mushkërive dhe kishin një mënyrë jetese më të shëndetshme se të tjerët. Sipas kërkuesve nga Universiteti College London, grimcat e imta të lëshuara nga djegja e drurit dëmtonin indet e mushkërive dhe përmbajtja e substancave të dëmshme. Rreziku është më i lartë për të vegjëlit dhe të moshuarit, të cilët kanë mushkëri më të ndjeshme. Në Britani përdorimi i sopës me dru është në rritje, duke përbërë rreth 20% të ndotjes më të dëmshme të ajrit, 5 fishim më shumë se emetimet nga makinat. Kjo ka çuar në rritjen e rasteve të astmës dhe sëmundjeve kronike të frymëmarrjes, citoi studimi.